Keni ballafaqur maç edhe me serb, edhe keni pas nacionalitetet ndryshme përballë. Edhe me serb na ka taku disa herë mundesh, si në boksin amatër dhe në boksin profesionist. Ka dash zoti, nuk e na nda gjithmonë në fitore dhe me knockout. Sidomos i kemi shumë qejf na kur ndeshemi me serb, se është një adrenalin tjetër. Asgjë, kjo është sport, na respektojmë këtë sport se do të më shikoj si sport, jo luftë. Ama kur ndeshes kundër miqve tanë, është diçka, një përgjegjësi e madhe, një barë e madhe që kemi në shpinë, janë emocionet shumë papare, sepse paramendoje me hub një shqiptar kundër një serbi, s'do kisha qejf me tu më, kështu që është diçka që fokusohesh 1000% veç të ajo neshe, s'do me ditë më hiç, as me hallë buk nuk mundesh, ka emocion, dash emocionet më ke, derisa ta krysh atë neshe. A gjaja, si me kanë të dalë të kampion botë, besoj edhe ato emocione s'kishin me kanë as